Përshëndetje, sot përsëri do të punojmë me gjuhën shqipe 5. Tema për të cilën do të flasim sot është për njërin nga përemrat. Si fillim, do të bëjmë një hyrje. Përemrat dim që bëjnë pjesë në klasën e ndryshueshme të fjalëve. Përemrat në gjuhën shqipe ndahen në 7 lloje. Përemrat vetor, përemrat pronor, përemrat dëftor, përemrat vetvetor, lidhor, pyetës dhe të pacaktuar. Por sot do të flasim vetëm për njërin nga ato, që është përemri dëftor. Përemrat dëftor shërbejnë për të veçuar një frymor ose send nga frymoret a sendet e tjera. Ato kanë gjini, numër dhe lakohen. Përemrat dëftor ndahen në përemra përafër, që janë ky, kjo, këta, këto. Për shembull, ky libër është shumë i bukur. Dhe për larg, ai, ajo, ata, ato. Për të dalluar përemrat ai, ajo, ata, ato nga përemrat vetor, dim që kanë gjithmonë një emër, pra shoqërohen me emra. Për shembull, ajo është një vajzë shumë e bukur. Në këtë rast është përemër vetor. Ndërsa ajo këngë më pëlqen shumë është përemër dëftor, pasi përemri ajo është shoqëruar me një emër.